Nuk mund të jetojsh me standarde të ndryshme ti. Me Zotin ndryshe, ose në një pjesë kohës me Zotin ndryshe, namazi i përkushtuar ose i përmbajtur namazit, ndërsa me krijesën ndryshe, nuk mundesh. Nuk mund të kemi dy standarde të ndryshme. Pra do të shohësh se çfarë pozite ke Zoti, po shif me çfarë të angazhon. Shif se çfarë dëshmojnë të tjerët për ty. Se çfarë dëshmojnë të tjerët për ty në atë që Zoti kërkon. Se ti kënaqesh njerëzit është diçka e pamundur. Po ato që Zoti kërkon prej teje, vallë, a e ke realizuar? Pra ky më të thon drejtën, ky se han hakun kujt. Pra si ai shembulli i imamit nderuar Abu Hanifes rahimahullah, ku futet ortak në tregti me dikë dhe i thot shiko thot parimin bazë nuk e kam se sa do të jetë përqindja e fitimit. Sa ajo është bereqeti prej Zotit. Merakun thot e kam që me njerëzit jemi shumë transparent. Dhe kur e ngarkon atë ngarkesën i thot të lutem në mesin e kësaj ngarkese ke edhe një copë ose një top copash, e cila është e dëmtuar. Mos e shit pa ja treguar të metën tjetrit. Tregoja që të jemi të saktë, domethënë me të. Udhëtimet normalisht ishin disa mujore dhe kur kthehet zotnia ortaku ulet që për të bërë ato llogarit me të, i thot pyetja e parë imamit nuk ishte se si të shkojë. Çfarë bëni me atë copën? Me atë copën çfarë bën? Vallai tha na shkoi mirë. Leje mirë. Me atë copën çfarë bëre? Thon drejtë tham ka dalë nga mendja fare, tha me asjeru. Pra kishte një goxha fitim, thot nisëm bën llogarit, po kaq është fitimi im, kaq është fitimi jot, ti nuk vlen ortak për mua. Fitimin e vet thot edhe të gjithë në sadaka. E konsideroi domethënë si një formë shpagimi për papërgjegjësinë e ortakut ti, sepse njeriu duhet ta zgjidhë. Po kështu duhet jemi në jetë.